Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E sot e kam derin ta kem mësuar Edon Hazirin, apo siç njohet, siç njihet kështu në TikTok, Edon Xhamojka, i cili do të na tregojë gjithçka për karrierën e tij, që nga fillimet edhe tash edhe po ashtu ka filluar edhe pak me bamirësi, pra do të na shtjellojë këtë çështje. Përshëndetje Edon, mirë se erdhën në studio. Si po ndihesh sot? Vallajn mirë shumë. Fillojna, qysh ja ke nis TikTokut? Vallajn TikTokut ja kum nis, domethënë, para 5 vite ja kum nis TikTokut, po pak është edhe vështirë se po ka paragjykime, po ka sharje, po ka fyrje. Atë ai normale kur të bash pak publike se ne. Po gjithmonë ndoshta kemi pas njerëz që janë edhe pozitiv dhe negativ, kanë mi thonë ato mendimet e veta. Ndoshta TikToku si platformë është puna që e ki komentet aty, sidomos në live të ndryshme, që është më vështirë kështu pak mi kontrollu. Po normal, është pak më vështirë se ato për shembull ka edhe kanë qosje edhe fëmijë, kanë qosje edhe fëmijë edhe prind nuk i kontrollojnë fort tash një kohë që demokracia, dhe s'pi kontrollojnë fort. Po, sidomos edhe avancime teknologjisë, tash ndoshta na kur jemi konë fëmijë aq të vegjël, nuk kemi pas telefonat, ose janë konë telefonat me touchscreen e kështu, edhe tash kritikan, ose nëse nuk kanë ata personali, kanë të prindve i marrin edhe e vujnë këto. Ç'tu ka doka eksperienca në fillim? Vallajn eksperienca në fillim më ka dok pak edhe e vështira, po jem mësu, për shembull tash ato që i shojnë, e ke po mu duket si kur gjuheq, si me thonë, po ta qes një kafe, se a i kanë thonë një shomit shumë, edhe tash e kina leon që ashtru, tash. E qysh e muan të vetën, për shembull, mos mu prek për që aty në komenteve negative, sepse ato mund t'jenë prej të ndryshmeve, përmendëm edhe ofendime. Po, për shembull, ofendime që pi bojnë, për shembull, une ka njëherë, në menoj, masi që të kryu lojfin, thëmë, pse këto ofendime, pse po bon këto ofendime, kur ti si ke bo kur gjë njerit, unë e di pse ndodhaj, sa i menon që ai është pak ma pur se ti, e ti e do më thonë pak ma nalë se ai, edhe jenë dhe farë gjelozia, ka gjelozi pse ti i është ku pak ma nalë ti po hinë live e sene, se zakonisht ata që i shojnë, kejt hinë me 200 followersa, me 300 followersa, ose nështë edhe me accounts fake, atë kanë po, edhe me accounta fake, ka me accounta fake, për para nuk kam prejnë familje, tash po prejkin edhe familje, tash shumë e keqe, une nuk e di çfarë njerëz jenë ata. Une për shembull i vetmi tiktoker jem që kum fillu edhe me një farë bamirësia, qëtu gifta që pi marë, po mununa mi ndo për njerëz, me nevoj, edhe zakonisht si e bëni këtë bamirësi, si duket aja? Këtë bamirësi për para, po të kalëzë ku më kërku ndime të njerës, për shembull, adi që jetojnë gurbeqort, edhe kësha dosh mi përshëndet kej gurbeqort, se i kena ljoqka, zakonisht ku më kërku ndime, dhe nuk kanë hezitu se e din që fa njeri, që jem njeri drejt, nuk jem si këta tiktokera tjerë, për shembull, me hinë për shembull tejnë më ngjes hinë, tani zakonisht dalin që i kapin aty parë dhe nuk bojnë kur farë bamirësie, kur farë, edhe unë e muj për shembull, se unë jem djali i ri, muj mi marë që ato që mi gjujnë, me dalë mu knashe, me dalë mu shëtit mu knashe, po unë e një tarseshme që do të me një mu ka pak, se tani zotit i shtën edhe ma shumë. A keni po reagime pozitive prej që keni fillu? Reagime pozitive, po shumë reagime pozitive, veç vazhdo se jetu e bo një pun të mirë, që këta tjerë s'pe bojnë, ti pe bojnë. Zakonisht ashtë edhe po shkajt edhe të familjet, edhin qështu që po më thirën, ndodhë për shembull, akum pas një rast, është një nam me 2 fëmijë e tima, që tash jem kam frek, se di e keni po në TikTok, edhe e keni po, është një nam me 2 fëmijë e tima, që e ka gjenje shumë të ranë, edhe është zëne që e paljevedhshme, ato 2 qikat e vogla e këshyrin namën e vetë, më thonë, edhe është shumë e ronë, për shembull, se ku të shkon ato, thot,
hajde, adin, a mund është me... Unë i thëmë, në fillim, kur ti i thëmë, nuk mëj me t'nimu kur gjë, unë nuk mëj me t'nimu, saj përket vetit, nuk mëj me t'nimu kur gjë, po njerës të adin, ba mirë, sa dolin atë që një mujnë. Që shumë ndjeve kër e vizitove? Po, për shembull, jem ndje keq, për shembull, se është rasti e rëndë, se për shembull, atë kur t'hin, aje ka shpresa, i ka shpresa të te që ti mund është minimu diqka, unë, për shembull, unë i kam shpresa të njerës të atë që hinë, edhe një vetën keq, zakonisht edhe, ndodhë që edhe smuma, a edhe në kështu, komplet smuma, se e një vetën keq që thëmë, të kisha pas pare, edhin, të kisha pas pare shumë, i kisha një mune me qësë sa kisha pas mundësi, ka një ato kodhe hinë edhe ata ta një shkrujnë komenta, ato paragjykime, bojnë hajgare, se është shumë e keqe, sa je i ledzën, a i shkrim ledzim din krejt, edhin. E të këta TikTokat, a ka pos për shumë dështë ta njerës që jenë paracit prej TikTokave që i ke postu, kur i ke vizitu këto familje? Po, ka pas që jem paracit, për shembull, tash jem shku që të dy familje që jem shku, një personit u kanë me do më thonë burë e grua dhe një djali vëgël, ati ja kanë bo gati një 1200 euro, ja kanë bo kështu, edhe që i kanë që pare, zakonisht në këtë botë kje farë bamirësi, i thëmë, i shkrunin biber, i avqën letrën eftimin, do më thonë në parë s'pranej. Unë e kam që të sen që pse mu bo hajnë, pse mu bo hajnë, me më thonë hajnë, kur s'kom vjedh kur gjë, e i thëmë, i avqën letrën eftimin, i qëni pare këti, te unë e mu s'shkruni. A mo këtu gifta që mi gjujnë, këtu dhërota që mi gjujnë, unë, do më thonë, këtu një pjesë tyne vi qkepi na për shesh kështu, ju lo njerëzve që jenë, na për rrugë qështu që rrinë, që lypin kështu, zakonisht që aty në ju lo. Do më thonë me që aty parët e gifta. A kështu kur shkoj për shembull, kur të më thirë dikosh, thot hajde një mamë, unë i thëmë, sot keni mundësi një mani, po të unë e pare mos qëni. Do më thonë qëni të kë po të kë e kontaktoni këtë numër? E kontaktoni këtë numër, po zakonisht do të me këshirë pak, do të mu siguru pak se apë shesh farkohe, do të mu siguru mirë. Kush është taj person? Tek është taj person? A keni pas raste ku nashta dikush ju ka shkru, edhe për me ardhë ishë në një farë mënyre, po ka dojlë komplet falca? Valojnë, këshëre, te i që ta është, për shambull, unë jem konë që dy raste jem shkua, din që është për me... Amo, s'u kanë dojlë, veç të është do të me këshyrë, sa përshë orë edhe për këtë shpërdore, për shambull. Monet, për shambull, thëtë, hajde një mamë, a del kej tjetër sen. është, do të me këshyrë pak. Po, normal. E këtë këtu vizitat e përmendëm edhe gurbet qartë që ka nduru ma shumë. So, ndërsta prej cilat vene... Valoj, këshëre, zakonisht pi krejt vene në një mujnë veç primatin, do me thonë, nisha që jenë Zvicër. Zvicër janë, do me thonë, Zvicërës janë, e keni vrejti sen, atë plusin që e kanë, e ke po gjëllën plus dalin. Ata gjëllën plus jenë, a i plusi që është, gjëllën plus jenë. E për që ata qujnë pak ma shumë edhin, qujnë pak ma shumë, një mujnë pak ma shumë, veç anë tjera vene, aty qujnë kështë. Ka njeri për shembull, është edhe një rast që se për mena, u kanë edhe një ljoke, një plakë, që kanë dëllë, kjo rast pak e emocional, gjo që edhe këm kojt atë, jem kanë live, edhe këm kojt edhe, jem emocionu, ka gjasi shumë, u kanë a jetu lypë kështu edhe me atë farë paketën, edhe ka thonë, nuk kam kur gjo, nuk kam kësë një farë, edhe, nuk kam tarë në kërka, e kam një djallë smut, edhe ja kena bo mrena një ure gjyzve 400 euro, ose 410 ose 500, ashtë nuk pëdi sakri e disove, do me thonë, njerës ba mirë sa që kanë qu, ka po keve një rast që njën i qej 100 euro pa heq pa kështu edhin, as pa më shkëru, pa kur gjë, veç pa ka që ku edhin, ka thonë që shka jepje. Që ashtu së më kanë ndodhë kora edhin, ka njerës që, veç që ka shkru emnin tema edhin kështu, edhe ja kom nëmë ta një ndërë. A dit do me thonë, jem konë i lumë tërë, pse edhin,
E kumë zatet tani atë flokën afet, po. Po, më ka zatet, më ka ko për qoka, më ka thonë, o, adin, faliminderit, më ke një mu e sene. Kumë bo thire apet që një mëni, adin ku të takëni, po, një rast, më ka shkru që tash një person, po ko para gjykime shumë. Te ajo, dhe më thonë, apshe, janë njerës. Pra është si thik me dyteja kjo pjesë? Po, kjo është si thik me dyteja, se për shembull, kur te qitsh ato për shembull në TikTok, ato mund me po adin, për shembull 200-300.000 vetë, mund me po 300-400.000 vetë, a ma shumë, edhe ajo ka paraqykime në rrugë. Ajo ne po kam paraqykime në rrugë, e le mo që hi ato, e le mo ajo. E tash mundet me rohën depresion, po ka dikush që shkruan për i natë, edin? Heke, edin që ka xhelozi, heke. Pse kuj ka një mu këto, pse shaju... A ke po xhelozi që ka njerëzit prej teje? Cilat janë kuna të ndoshta fjallë që ti kanë thonë mas shpesh të shkaku i xhelozisë? Ka xhelozi, për shembull, ti a ke po qëta personat, qëta tiktokera që i rejhin, e sa në zakonisht ta i rejhin për fame, edin, këshë, a i s'munit mu bosi ti, hajtë dolim të rejhëm, për shembull, Xhamajkën ose ato, të rejhëm të bojnë fame. Ashtë nuk është e heshme aja, u zënë. Edhe në asë një rast nuk bën mu promovu dhuna, më fakt. Ja, dhuna se si nuk bën mu promovu, ata që menojnë, për shembull, që mujnë, për shembull, me donë me ngacmu mu, ose me ngacmu me fjallë edin. A keni pas ngacmime me fjallë, për shembull? Valon, ka ndodhë, për shembull, provokime që t'ka provoku, për shembull, dej në atë rast, po, zakonisht unë dhe të me mbrojt vetën, atin, unë jem dole në TikTok hapën që atin mos me full, fani se fjallët e ke parë s'nolin kur. Birat e halë këta fjallët e thash mirë. Diçka që ashtu? Qashtu, s'nolin kur. Që ato, do me thonë, provokime ka posë, po kështu, aty dejnë dhunë fizike kështu s'ka posë. Veç i shala s'ka kur, se une, do me thonë, ku morë mësim edhe që i kena po tjera të vena që i kanë rreja sane, une pak e mbrojt vetën, nuk rri pak... Po normal edhe kur nuk është personi agresiv, kështu për shembull ti në këtë rast me konë agresiv me dikon, atëherë s'mund është edhe me rritu dikon dhe në atë pjesë. Po, se unë ka ndodhur interesant edhe respekt për policinë e Kosovës, ka ndodhur raste kur më kanë përshëndet, më kanë thonë, o Xhamajk, apo në ngusht në kush, për policisë Kosovës, e din edhe policia Kosovës që unë nuk jem njëri atë që mu i mi bo kes dikujnë edhin. Unë për shembull e shfrytëzoj që to që mi një mu edhe tjerëve tash për shembull, këto s'ku me nalë kur, të në vitin. Do me thonë nëse këm paraqykime, po edhe dhunë fizike me pos, nuk e këm problem se... Shqyqyre kemi ligjën që... Po, shqyqyre kemi ligjën. Edhe po besoj e kime kun live, aty ka me pos evidenca. Po, që ashtë ka me pos evidenca, po... Unë ju këshalu që mos të më shojnë, mos të më paraqykojnë. Për shembull, është një rast... Se me ndonë që është kjo paraqykime, atë shumë i madhë për TikTok-on? Valon, po t'ka të zej vetë xhelozia është, xhelozia pyetje. Pse, për shembull, këshire tash, për shembull, ti e që tu jetu mon pyetje i gazetare, edin, une, hajt po xhelozojnë ty, pse me xhelozun ty? Ti e ke bo, adi ke kry shkollë, e ke... Ti e t'jom fokusu për këtë punë? Po, pse me xhelozune, për çka? Po xhelozia është të shqiptarët xhelozia shumë e madhe. Mo në Kosovë shumë e madhe. Diçka me të po, për shembull, vështë këshyra, vetë është kështu, dyqysh paraqykimet janë shumë. Xhelozia, paraqykimet, qëto farsene, këto kohë s'kanë mundon. Po dhe sidomos që po kemi qasje në rrjetet sociale, tashte si në Instagram, si TikTok, si Facebook, gjithmonë i kemi pas këto që tash po kemi akses më të lehtë, do me thonë, tek njerëzit edhe ndoshta bullizimi i quajtur në rrjetet sociale është më i çastshëm edhe e ka më të lehtë ai person për me shpreh ndoshta atë që e ndjen. Po, që për shembull po tregoj sa i përket për shembull e blen një jakë, një tesh, një diçka më njerë ka me ta bo. Hajn, pas ke vjell diçka, edin. Pas ke vjell. A ndodh për shembull, unë kam ose që më ka shkruar personi ka thonë, "Çore, po ti shej 150 euro veç për çef." Blej diçka për vetë, se i kum pëlqyer se njëri atin edhe i disponoj pak. Ka pas edhe raste që më ka shkruar, "Çore, të notën kum pas stres, kum pas aty kështu kur jam çun sa pa kum pa një video tonën, unë ke shti me kesh, edhe
që unë po du me të neru, dil hajanaj drejk ose diçka, pi gurbeqorve. Gurbeqorët i kena të mirë. Kush i shon gurbeqorët, aj nuk e normal. Me tru. Nuk e normal me tru. Gurbeqorët i kena të mirë. Pse mendon që e kanë ndoshta disa persona këtë bindjen që edhe kanë ndoshta një urrejtje për gurbeqorët në këtë rast që e përmende? Vallohin, urrejtjen e kanë se për shembull, qëre, vjen për shembull... Apo po kthehemi prapë te xhelozia, që... Po xhelozia se vjen ai për shembull e ko kirrin e mirë, i grau këtu kirrit mirë, na për kësini, ai mena, del dikush, këshire mëre këto, qëfar kjerri ka bo, se s'po mu i mu shprejnë tjetër njërë, veç qëfar kjerri pas ka bo, qëfar kjerri pas ka bo jaron, pa e ka bo me pun. U të shumë pes, ka punu bova kite një gjarë shtot në këshëm, edhe, që po menën ty, ta shti që s'mon është me bo t'i pe gjelezëna? Gurbeqorët jenë të mirë, qaj që i shonë gurbeqorët. Kështë thonë o dy fjallë tjera, po jem televizion, edhin, s'po mu i mu shprejnë pak ma asi, po... Gurbeqorë nuk bën mi... Unë e këmë thonë, unë jetoj veç vetë, dhe më thonë, që 9 vjetë 10 jetoj vetë, që ashtu diçka, i këmë thonë, jetë në rrugë dikush, në aeroport, edhe nuk ka, unë e di që se cilë e bën, mundet me shku edhe në motel, ose adin me shku me pushu, ose, po vjen të one. Mund e ka derën cilë edhe të one. Do më thonë, i bëj konak edhe one, gurbeqorëve që janë të mirë, se ka dhe të këqi atje, ka, do më thonë, mali pathi që shtojnë, ka dhe të këqive, zakonisht gurbeqorët jenë mirë. Unë e kur marrë iniciativa, është një person, ma bë halal, unë e pe përmeni, që mi ka gjutë, do më thonë, 2 lona dhe një univers aty, do më thonë, bojnë pare, është një faradmiri. Për afërsisht, sa bojnë këto? Për afërsisht, valojnë atje jenë më bleshë shumë, po, bova ki 600 euro, 700, po vaki edhe dejnë 1000 euro mi ka që, dhe më thonë, periuda kohurës, për di, so adi kështu. Veç mi ka që, dhe më thonë, edhe gjysën me të, aji është i pori që hinë, dhe më thonë, Pro e ki kështu si vanë? Unë ka thonë, mosëm përmen, po pasha zëtë i spota qore për përmen, se kur bëtë fjale për bamirësi, aji nuk shyre, edhin, është admiri, jetë në Zvicër. E falenderojmë prej studios. Po, e falenderojmë. E ka zemrën e modë, dhe më thonë që është, qitash për qitash, është nishi, dhe më thonë, që e këmë qitë edhe atë që është nishi, pëse nuk po mundet me arrit kërkosh. Sa ju më ka po njëherë, edhe se ka njëre që të këshyrë njëherë, që fa njëri je, edhe ta një gjumë, se dhe ata i blejnë me por aty, i blejnë me por aty, edhe amo ka dhe dhe që jenë në gërtë, për shambull, ka dikor që gjumë diqka e të shkrum privat. Ashtë e shumë me keqë është, si shtash me të dhonë e ty diqka, tani me ta përmenë, është shumë, ka dhe si njerës që ti përmenë. Veç, saj përket që saj bamirësis, ju kësha bo thirje gurbeqorve, gifta me gjua din që si fardhorota, unë e pore, asë njëve si u shkrynë privat. Do me thonë, që mi 50 euro 100, po të ashtë që i qënë, a jetë tjetër kongër. A porja nuk e që përdurët, do me thonë... Po si do mos e përmendëm edhe të pjesa e bamirësis, që gjithmonë mundosh me konë transparent dhe direkt, për shembull tek dy rastet kur shkon në shtëpi ata i viziton, e merr numrin e tyre dhe ata kontaktojnë kështu direkt mes vetit dhe ti je vetë si një ullitse. Po, unë për shembull, kjo është TikTok është i mirë se është edhe si një ullitse. Po, lidhës është puna që ai personi ulet që ti bën thirrje për të 1 orë gjys 2, ai bëva kitë svita kurgjë. Ti svita kurgjë. Kanë ndodhur për shembull që unë s'kam fitu kurgjë, ai personi do të thonë unë jem koni knaqë, edhe pse, amo unë i thëmë, qëni këti pare, këti personit, edhe do më thonë kur ti bona ati pare, veç edhe këta për shembull që më thirën, edhe që më shkrujnë, hajde një mëna, edhe këta do të me di që ata parët nuk pi gjojnë lëqë, edhe ata që i qëjnë për shembull. Edhe me këqë përdurë nuk bën kërqysh. So në pju kalëzej një sen, a di shumë vinë mu lojmet. Për shumë laj person, mu nëhet mu me më shfridzu, mu më vinë lojmet me njëherë të shka është, ajtë të kërse njerës fullin. Edhe njerës fullin. Thujnë,
që ky filoni e kështu. Do më thonë, kur të folin 20 vetë, a i një metë që ashtu ka. A kur të folin 1-2, hatë ato adin që do më thonë që si besohet fort. A kur të folin 20 vetë, mundet me kone vërtet që e ke që përdojrë parë. Po, unë e për shambull, nuk du me hiasun e në gjyna. Normal. Njerës për shambull qapare, e për shambull njerës, këta qëtyne që po munum një mu me dollë me keq për dërë pare në për qëty farsenis për përmeni hez, është të keqe ke farpune. Po, edhe një sen, qëtash ka është Ramazani, une ku me mor një iniciativ, me dollë mi qke për shambull 500 pako, që është në vlerë 4 euro, 5 euro, e kam mendje tash Bavakia dhe zbatë, se është shumë e modhe, 500 pako, këtë Ramazanin më qke për njerës me nevoj qështu, edhe do më thonë ato veç kanë mu që porët edhe kanë mu pagu do më thonë një gjallëtore, se që po dijen një restoran. Po, pikrisht edhe këto në pjesën e Ramazanit, është të gjanë një farë, kështu edhe mu i shajë edhe pak duren, këshure, edhe i keq që botë i mirë, në Ramazan, edhe i që u konë, që i Bavaki që i ka botë të në atë zezat, botë haqji. Okej, po fokusohemi prapë të kjo pjesa e bamirësi, sepse me të vërtet duat të japë të kështu fokus, sepse mundemi më pas e paragjykime për pjesën e TikTokut, por ju e keni shfrytzu këtë pjesë maksimum. Çka ju ka shty për me bu këto? Ollojnë më ka shty se për shembull, edhe vetë jem ka në hjekun, edhe Bavakia dhe që tash jem, po është puna që e kom po të arsyeshme që a njëri kur hjek vetë, unë ju e të tjerëve mjë një mu. Po, edhe ja kuptan bota. Unë nuk kam në i farë pasunije, diçka kështë, po unë e një vetë të arseshme, që Bavakia dhe unë që i kanë dojë Bavakia se cilët njërë që s'ka pas, edhe tani, edhin, edhe unë e qësë në vetë, dhe më thonë, të dikosh tjetër. Edhe për shembull ka raste qëtu që dalë shkepi në për rrugë, ka pas rast që ma ka po për shembull poshtë zotin, apo ma jep një hamburger. Do më thunë ka pas reagime pozitive të kjo pjesa dhe e shpërndarjes bukës e kështë, apo? Është puna që ka lloj rasti, për shembull. Sheve raste për shembull plak, 70 vjeç që del në ledhë që si një farë ljemenka në për është që dhije modha për shembull qysh shteti, se merë në i farë. Ose qëtu që janë adin qëtu organizatët adin me dalë bre sa do pak bili, së unë nuk po du mu bo si Halil Kastrati, unë nuk po du mu bo si Halil Kastrati se dhe smoj, unë jam Halil Kastrati fake, 2.0, fake, edhe nuk jam i vërteti se si Halil Kastrati do të vim punë mu bo, po unë do më thonë, unë e përshrytzej që TikTok, për me dole, për me bo që si farë bamirësit vëgla, se unë nuk kam kapacitet ashtu për shembull që është Zofi Mërgjentari, që është Halil Kastrati. A mu po besoj që ju e keni pas këqat në ndikem. Pra, pavarësisht që një e mirë e vogël, dhe më thunë e ka bu dikon të lumëtër, edhe e ka ngiti këmë për një dhe. Po normal për shembull se shëre, kanë duhet për shembull, ka ra shi shumë i madhe se ka pas ngrica që shtu, edhe këti kur ja ke dhonë një hamburger, një shi shuj, ju ka dukë si mja dhonë krejt botën, sa i Bavaki s'ka hungër të nditet. E njerëz nuk shuhin, njerëzve që hinë ato për shembull e ka qitë një qaj, edhe këshirin, komentojnë, loj, ashtu ka laj, në zetë, ato mirë, se tash pe bëj edhe pak si, edhe si hajgore, se unë e fulli e ke po... A mu ashtu është komoditeti, me të vërtit prej komoditetit tyre, po shkruajnë po komentojnë kështu me urrejtje, ju përmendët të në fillim, që ju nuk keni bu krasë kërkujt. Ja, unë e kesë si kom po kërkujna, po... Zakonisht jemi dashëm edhe të... Për shembull këta që... A je dhe si person kështu, shumë empatik edhe shumë i dashur? Këshure, këtë që ata që mu urrejnë, unë ju kësha thonë, dil një pine një kafe me mu, keni me marrë me njëherë me nimin, kanë dëllë për shembull në kafe jenë konë 3-4 vetë, më kanë thonë, ma ba halal se... S'kena parazhiku. Kum pas parazhikim, a ma ba halal. Se ka këtë tjetër njeri këtë, adin, s'ka këtë dhe më thonë njeri negativ.
Sone për shembull ato kur t'hin TikTok, zakonisht edhe ndikuna pi komente, nuk dija qa flasa, qa muj me sho, me fy, po nuk jam asi personi, adin. Se ndodh për shembull, zakonisht më folin burre, grua, fëmija, adin më folin, më dojnë, fëmija aty në ka dhe fëmi që vinë më kapin për qafe. E kom pas një rast që fëmija 7-8 vjetë, 10 vjetë, më ka ardhë, më ka nani, më ka thonë, Zoti trujt. Zoti trujt se shumë i miri. Edhe jem emocionua, dhe ka që si shumë këmë thonë, qysh mëre kjo ka që... Po ka që i vogël edhe... Se ka të duku... Ka dhe thmi të duku me edhe që jenë... Unë i du për veti thmi shumë. Edhe pse s'jam i martu me edhe nuk jam i martu me ase, po i du thmin. Shumë i du. Shala Zoti ma që një gru të hajrit. Po, pra, e ki plan të ardhmen për me pas fëmi dhe për me... Po, normale, po besoj me edukun fëmëri më matë pishma. Unë jem 34 vjeqor, tash që smartuin atë në 40 vjetë. I citrejni për gjamojk. Jo, tash me kësmet. Po, me kësmet, po, gjithë shka me kësmet, e se tash dole më të martesa, dhe pse... Pikapën këtë temat edhe. Po mundohemi pa këtë temat. Po, normale. Po besoj edhe ju i kapni këtë temat kështu në lojve të ju e TikTokut. Po, la këtë i kapëm, po. Qysh fillon për shambull, qysh do këta, a e kina i orar të lojve? Po, lojnë e kam një orar për shambull, zakonisht me hi për shambull ditën, hi në thmija din. Edhe s'nolin të shokur. Edhe ka këshomi për shambull, pi 8 gjyze hi në ata njerëz edhe që Nashta mund është me full ma shumë. Po, mund është me full ma shumë, kohët kulturum ato që hinë. Kohë njerës mirë ato. Besën TikTok, kohë njerës mirë. A keni gjithë ndështë a shëshëri për mes TikTokut, që halon është ta mo një kontakt me ta? Vallohen... Për shambull, mes komenteve, kështoj... Po, zakonisht të më thire që shtë edhe për me shku jashtë, po, vallohen ta shë të lifar njeri s'pa shkohet, dhe të me këshyra njeri mira, njeri familjarë, a i të këmë emnon kja s'ka qka të bënë, është puna që dhe të me këshyrë, për shambë se të po ta paguj biletën, a i dhe të me këshyrë shfa njeri është, A kështë shku? Ka ndodhe më shku, 2-3 raste më shku, po s'ka pas diçka për shambë. Unë e ku marrë menime për shambë, se këshëre ku t'i thush njerit, hajde se ku me ta gjithë këto, ku me ta bo këto, ku me ta bo këto, ku të shkojsh atje kur gjë. Peshku në deti, fërtiri janë zemë, a që ushtojnë është, qaja. Qëto se pas në një? Ja, që kja unë po të kalzaj. Edhe është puna që, a i ku të thëtë për shumë njëre, hajde një javë për shumë, hajde re, del knaqë që shka dikon edhin, a je tjetër kongë, po me dhona se premtime edhin, zbambre, bili mos më shkru i hece edhin. Nuk e di pasha se, ka ndodhë, ka posa raste që ka thonë që më pasushin po të nëzirë biletën hajde, kur jem qumë më në gjesë blok. Po. Edhin, ka lej raste atë. Cila është pjesa preferume, jo t'ja prej TikTokut? Ndërsta postimet, storet apo live? Postimet, ndodhë ka njerë, unë e ku t'i qesë, edhe kur të shëvete nga njerë, që ku mboha dhe keshi. Mo keshi që më edhe që dhe ku që pas në vojnë. Cili është një TikTok që ty të pëlqenë mas shumë të jotin? Valoj një TikTok që, për shembull, më ka thonë një person, edhe kjo është e vërtetë, më ka thonë, adin, shko se ku me ta gju Leonin, kur e më shku, më ka thonë, të ka cëf Leoni, adin. Do më thonë ikonik. Po, qaj, o konë ikonik, edhe është e vërtetë, kjo, të ka cëf Leoni, do me thonë ti e kun live? Si ke qitë me hongër me pitë ka të. Ju e kun live edhe, a më dhishme nga përshkru situatën? Valojnë, ja, unë jem dollë që shtu nga përshkru atin, dalë shëtit nga shtu ka pak. Ja hina i kafe dhe jënë kom 3-4 vetë për shambull, tash të një ambulont, dhe më ka thonë shka, se ku me ta gjullon, ku shkruva, i shkruva adin, edhe kjo e vërtet është, rast i vërtet është. Edhe kur jem shku, i ku më shku, i thash, qa u bobre me qatë Leoni, ja më i këtë qfa Leoni, të ka cëv Leoni, edhe në sene, ta një u bo e modhe, se unë e qita kështu. Se unë qatu video që i qëtë, kitë vërteta, nëse njerës me nëjnë, edhe që unë veç i qëtës për klikime, i bëj për thonë, unë për klikime, muj me qitë qka dush, edhe. Po, ajo konë që ajo mas interesën, tash u bo e modhe, edhe, tash po ma bojna për rrugë. Atë ka cëv Leoni, atë ka cëv, tash,
mi gjëjtë në dy lona, mazi. Po, mas i ka sopa i tjetë. Po, vallojnë, ta kështy në pjo qes, me hongër, me pi. A kështë mujtë me bo të një TikTok, këto, sa jemi këto në gjirim të misionet, edhe ndështë me ndë një idej se ku kjo ardë, apo si kështë buti një video TikTokut për sot që kjo ardë të kë dita me ne. Për shëndetje shok, sot i na unë DTV, edhe pi DTV s'kina me do në shesh me shkip kësmet buk, për njerës me nevoj, ju kësha thonë me na supportu kejt kapak, nuk po thëmë i gju milionat, po sot dhe që keni, kish i bo mirë, edhe qika që kje punë, që apeshe edhe sot ko ka dita e mirë, ju me shi, po qika që kje punë, respekt. A kështë sa spontane, sa Po, spontane është, po. Edhe këto e kemi ofër, pro, dhe të kështu ko gjanë një ditë nga rkume. Po, është një, po ka ndëllë për shembull, kur jem dollë që shto, dikur dalë me qëki bëke sene, se kjo është edhe si punë. Unë e ko morë si punë, se për shembull... Po pa tjetër TikTok, në ke bu profesion, kështu, a mujna me të shujtë ty influencer? Influencer? Po. Kejtë vip ja u bojnë që ashtë, pëse mos me më qujtë edhe mu. Këtë vip ja u bojnë që ashtë, a mo po të kalë zëj, unë jem hitë qatë GPT në kom vetë, që ashtë influencer se nuk e kom ditë. Po të këpju kalë zëj drejt tybe, TikToker, po influencer, se di që shë kanë, adin, këta që shë kanë... Që konsiderojnë në kërë, po. Cilat janë planet që tash ndoshta e ki të organizume në kry për ndoshta mujën e ardhshëm, qa ki me bu me bamirësi, a do në me bu ndonjë video interesant TikTok? Planet për bamirësi... E përmendëm Ramazanin, por a kit edhe diçka tjetër të... Po shembull qa kësha pas shef, me ma leju komune e Prishtinës një kiosk, me dole atë dhe me morë bëk atë, edhe me shkip të nditën. Me bo si, është edhe dikon jashtë më duke na për Zvicër, dikon, ati që... Po, për kuptaj, është kështu se tamën si kiosk, ato vendimër që po, edhe njerës të adin me quka pak pore, edhe me nejtun ato, edhe si punë dhe me thonë mu bo. Edhe me orë njerës dhe me thonë i shahin TikTok, edhe njerës të këshin po që po vi njerës me morë bëk ato i shinkon edhe ma të knoshë, se unë jam i sigur që këtë që ta shihin TikTok, këta kanë qef me bo mirë, se kanë qef diçka ma interesant me bohën e që me po edhe ata, se edhe ata mërzitën jashtë, adit. Edhe ndështë e këshin pas një lokacion kështu konkret, edhe këshin mujtë edhe vonësat e tu me alë me të vizitu, edhe me najtë me ti. Po, bravo, edhe me najtë me mu, po. Po, kisha pas që me po, aje nashti edhe zbojt, se komune e Prishtinës është, po të katë zëj kjo për parim Roma është pak ma rigorës, edhin, qysh e kum po në dërast, edhin, pak ma rigorës, po se i ka hje ka të fare. Aji nuk le janë, këseni veç që janë mëti ata përse unë të të nga për shesh, po ta është muj me po një kërkes për shemull me dole ato. Pse mos e provu? Po, veç unë po du me bo dhe me thonë, njerës me nevuj ato, kush është unë dikosh me orë me morë buk ato. Buk, sok, na i diçka din me bo një farë si kështu, edhe i shumë konë kejtë knashin, për shemull. Desha mu fokusu të pjesa e bashkëpunimeve, a do në me pas dërsa na i bashkëpunim me ndë një tiktoker tjetër, ose me ndë një organizat banisa? Me tiktokera tjetër që tash e kumë vrejt një sen, a i shumë e mirë veç e kam po që pe bëjnë në qitë sen, e ata, unë ju thëmë keq ty në tiktokera tjerë, mos e shfridzën një rastin, se aty shfridzën një rastin, këshipi një muj me edin, e kanë morë, si të, ata kopin aty dhërotat, e shpëtoni me po kërgjë. A ku të për shfridzojnë atë rastin, për shfridzojnë njerit atë farë, atë nevujen që e ko, për shfridzojnë, e për morën giftat për vete, tani... Pro, si në asë transparent... Muzikën ku të kresë, po, tejnë të dollë të... Zvote e farë punë. A ki ndë një tiktoker që... të thjesht tuk e pëlqen kështu? Une që ta tiktokera që jenë, dhe më thonë, pak si të fanë, shumë e din thëjza kështu, jo këmë bo bloka këtë. A di pse? Se
ata këshirën mu kap, këshirë, une nuk jem hi mu kap atë, mu kap me njerëz, zakonisht luj me të hujtë. Po. Zakonisht luj me të hujtë. Ta është po hinë atë të lefare. Edhe ato lojat në TikTok jenë kështu këgja rigoroze, pra edhe që të mund kështu e bo një thire që më rëfitu. Nuk mund është me ba të gjithë shka për shumë. Slejuet për shumë droga, alkoholi, me shumë, me fy, me shumë personin, në baza racore, slejuet, me njerë ta blokën. Mu kam bloku 3-4 TikTok, adin. Një mu ka bloku me 72.000, një me 25.000, 30.000, s'pedi që A ke zgjeta arsyen? Arsye, valojnë ashtë edhe, se këshire, këta jenë shumë të poshtër, se këta këshyrin ti kur nervozohesh, me ta gjithë një pik edhe me të raportua, edhin. E kur të raportën, po për shambull një kom që një mesazh TikTok-ët, i kom thonë që unë e muj me kone euforik, me pas për ka pak lëshime. Ta është bën ka pak lëshime, se e shetë që i je serios të edhin, që i bëq të farë punë, se ata kanë qef për shambull, mus me pas urrejtje, dhunë, këse një farsene. Po janë edhe regullat e TikTok-ët, po janë strikte. Ta është për shambull e kanë pos kinez të kanë morë Amerikanë. A kanë dru kështu? Po e kanë dru, Amerikanë e kanë morë 70% pjesës TikTok-ët, dhe më thonë. Qëta është e kanë qitë, së dhja keni po jo, veç unë e kum po që e kanë morë Amerikanë e ma mirë. Pra nuk ka pos qasi raport, po. Ate e ka lablak, edhe këtë njëjtje na i ke po. Cili do t'ishte mesazhi juve për krejt ata personat që dojnë me dhuru, që shme kontaktu? Për krejt ata personat që dojnë me dhuru, unë dhe më thonë pare nuk pranej, kështu adin shuma as dvaglas noja. Po e kom njët për shembull me qilë një farë si fund, jo dvagë një farë si... Edit? Si GoFundMe. Ja, qashtu diçka veç me qitë atë, edhe mus me qu shumë matë moj, adin, me qu... Amon, ka pak që është 2-3 euro dikosh, 5 euro dikosh, 10 euro dikosh, adin, edhe me nejt atë, adin, shumë masor, edhe me dollë, me shfridzune që atë rast, adin, s'tash për shambull nuk moj me dollë me porët mija, me boba mirësi, gjithë, se unë a me mojt vetën, se unë me qëtoj e tëj, unë kjo mu ka bo si puna, adin, dikosh po thotë, valla, po del, po lyp, nuk ato po lypin ketë, edhe femnat po him, po lypin, dhe dhe thonë, tej në 5 sabajt po rrinë, gjuma një lulle, gjuma një asë gjuma. është puna që ka këtu edhe tiktokerat që se tash apet pi përmeni tiktokerat, i morrin giftat, po të në dzezat i bojnë. Do më thonë i ke shpërdojnë. Një erës të jepë, do më thonë, mi thonë, që jepi 20 erët i me dollë me bo mirë, dikon hajës të jepë. A keni po raste kështu? Po ka raste, po s'po du mi përmen, jenë të tiktokera, po zakonisht ata i kanë bloka, ta s'kanë shons me hi me lu me mu, se ju që jem dikushën, po unë e për shambull, ju nuk e tolerani që atë sjellje. Unë e për shambull, sot që ku me dollë me qke buk, në dalë për shambull me gifta, me dhurotat që ta shra me mojt vetën, a me dollë me qëtu pare... Po. Nuk e di veç ka që edhe e ka shpërdurin shumë atë. I pinë që si fare. Shpi përmeni e gjithë. Po, zakonisht droga, alkoholi, duane janë ato që janë macijat edhe janë... Që si farsen veç është e që dishme. Ati për shambull, i gjujnë për shambull 100 euro bo aki për 5 minuta. Unë e rri ato, që këshyre qëfar populli interesant jem. Ati i gjujnë, ati që e pinë rakini, i pinë këtu bare, që të farë droga, a unë që i rri, njeri drejt ju. Unë që dalë, bëj mire sen, ju. Pse? Se jena popull, dyqysh, letë kondër të edhin, i drejtit, hajtë shkellim, t'ja futëm shkellim, këto që i pinë raki, i bënë të natë zezat, këti pi gjujnë. Pse? Se kjo ma podol. Këti pi gjujnë. Që di e mollë këtu farseli, zdi pse ndodhe këtu. Edhe piljat njerëzë në nolin që të nga përru, këthujnë, qysh atin, ty po punë është me bo mire, se në ty s'gjujnë, a i që pinë alkohol. Po dhe nëse kjo e gjua, atër dushme gjithë nështë
njërin që ja vlen ma shumë, ju që konsiderani që ja vlen ma shumë. Vallohen nuk pedi tash. E përmendëm që i rrëni kështu gogja gjatë, po sa zgjatë një live? Vallohen sa Sa ka mujt me zgjatë? Sa zgjatë një live, sa zgjatë, aty me thonë, do të mi pas nervat e kalit. Do të mi pas nervat e kalit, që aty... Se jo dhe përmendë që jeni kështu konstant, pra të umil në TikTok, edhe ju ka bu kështu si puna aktuale. Vesh që ka të zi një rast, e ku pos një rast, njerë qatë që më qitë në depresion, shumë të madhë, jem shku në ambulant atje në Bresi, ku më thonë, vesh një qëtësus me madhonë, se nuk ka thonë, ka ke shqetësundi, që ka kjedi. Po, pra të ka ndiku emocionalisht. Ka ndiku emocionalisht, që do më thonë që ashtu rast s'ka ndodhë, kje ka ndodhë para, po ki 2-3 vite ka ndodhë, edhe tani thash vetë me veti, pse këta me më qitë mu në depresion, të konën e me morë, adin kështu, me pozitivitet, po. Me marë forës, ta mos me mujtë me qitë ty pushtë. Edhe tash mu duket për shembull, si qëta huj që me bi, mu duket si kur gjuheq, adin me më shumë mu duket si kur gjuheq. Pro duket e letë, sepse nuk bëm me marë personale, por edhe s'mundemi edhe me ju shmonë, ka njëherë si kur e që Ja, s'monesh me ju shmonë, se për shembull, kur të prejnë familje dhe zakonisht, kur të prejnë familje zakonisht hinë tutë. Sa i hujë ty, be nuk e din as. I hujë nuk prejnë familje, po hinë ju. Që një, ta ka i nati, ke nejti, po aki para një ure me te qaj hinë të shkru. Se ka be loj rasti, besa ka loj rasti. Edhe tash për shambull, qëta është pi që ja kum njës me qëtu bamirësia, qëtu farë, se në interesant edhe ma mirë jem. Me shnete, me... Pro po një është ma mirë, po një është ma ishtiru. Pe një vetën ma mirë, emocionalisht jam mirë. A rollë bona nervoz, adin, të kështu zakonisht dal pi kafe veç vetë, 24 orë rri veç vetë. Ai shoqënia, ai muj që të muj me t'i pru 100 vetë, adin, për mi thonë me hongër me pi këtë vinë. A për kështu diçka, adin, mi thonë, apo, a mund është me më një mu diçka ju, a me hongër me pi këtë interesin e kanë pikë spori kështu, po është puna që zakonisht rri veç vetë. Ngoj muzikë, këshyri diçka, adin, bëj diçka. Qëfar muzike të pëlqen? Vallajnë muzika pëlqen, qështu rape, qështu, kejtu më pëlqenë mu, kejtu adin si zgjeli diçka që kështu a mu. Atërë dënë, mos të mboj ma shumë, sepse ti e ki kështu edhe një orare ekstra seksual. Po, unë e për shambull që tash pi qituit po qëmi, edhe kina me dollë, po dollën po shkepim buk, zakonisht unë e këm që i thirë, e i porasiti ata i bojnë. Po zakonisht që atë ku marë buk, zakonisht s'ka ndodhë, dhe i tash për shambull me miloma edhe me thonë që merë edhe qkepi, s'ka ndodhë. Po... Nasa i vjen me nëse shujnë që t'intervjis qëto. Nëse shujnë që t'intervjis, se për shambull ne i marë, për shambull ka 15 hamburgera, 15 shisha ujë, ose i marë në varët për i budgetit, 20 ose... Normal. Në varët ashtë qysha se, po s'ka ndodhë, po ka ndodhë 1-2 me mi qitë ma shumë, po edhe tjetër kohë për shambull nëse e shet dikush, që se mundet me abot mundsh me adin me shku me marë, edhe ja boj në i farë si reklame adin e sene, kur dal me shkip. Besoj e kanë accountin të në TikTok, po ashtë të mujnë me gjithë edhe rritet tu atjera sociale. Po, rritet sociale, për shambull, veç Instagram, kom që se farë Snapchata, se farë, sene, veç mirë është. Po besoj që në TikTok kime po mas fare. Po. Atërë dënë, fajmëdirit shumë që ka në studio. Shumë, e kësha thonë një mesazh në fund. Po, fajmëdirit. Ju kësha thonë njerëzve sa ma pozitiv, nuk jam njeri keq, ju kësha thonë mos me mgus në për rrugë, mos me ofendu, se edhe nuk arrini kur gjë, po edhe zbani kur gjë. Edhe që pache, veç pache. Faleminderit edhe shumë edhe njëherë. Faleminderit shumë. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.